Do të shkojmë tani në Skoci, në Glasgow me Ornela Darda. Ajo është shpallur një nga 5 shkencëtarët më me ndikim në botë. Se si ka arritur deri aty, do të lidhemi tani me një herë për të na treguar gjithë rrugtimin e saj të studimeve dhe rrugtimin e saj akademik. Tashmë Glasgow është bërë shtëpia e saj profesionale, ku ajo punon si profesore asociuar. Por rruga ka nisur nga Berati në Itali me studime dhe më pas në Skoci. E përshëndetim fillimisht Ornelën. Faleminderit për kohën, Ornela. Përshëndetje. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjesi. E them me shumë krenari për gjitha arritjet që ti ke deri në ditën e sotme dhe pse do të ketë dhe shumë të tjera. Do doja ta nisnim bashk fjen e historisë nga qyteti yt i Beratit, apo jo? Pre aty ka nisur kjo dëshira për shkencat kompjuterike dhe në cilën mosh le Beratin për të studiuar në Itali, apo jo? Po, gjatë shkollës mesme, në 2 vitet e fundit të shkollës mesme, u prezentova me shkencat kompjuterike, me kompjuterin dhe programimin, në gjuhën e parë që kam programuar, që ishte gjuha Pascal, dhe aty filloi, të themi, pasioni im për informatikën. Dhe vendosa të studioj informatik pas shkollës mesme dhe në moshën 19 vjeçare, pasi mbarova shkollën e mesme, vazhdova 3 vjeçarin dhe specialistikën, masterin, tek La Sapienza në Rom. Ku përfunduat me rezultatet maksimale, apo jo? Po, që në italisht është 110 lode, ose summa cum laude, që është maksimalja me lavdërime. Më pas, në Bologna, kaluat në Bologna për të bërë doktoraturën aty, ku teza juaj u vlerësua si teza më e mirë e vitit në shkencat kompjuterike, teorike. Po, vazhdova doktoraturën 3 vjet tek Universiteti i Bolognas, mbarova në 2014 dhe një vit më vonë, teza fitoi çmimin si teza më e mirë në informatik teorike në Itali për atë vit. Pra ka filluar rruga e suksesit që në shkeljen në bankat e para të La Sapienzës, në Bologna, më pas përsëri post-doktoratura, ku teza juaj u bë artikull kryesor dhe sërish mori një vlerësim, apo jo? Po, kjo është disa vite më vonë. Në 2022-shin, po. Artikulli im i parë dhe artikulli themelor i doktoraturës, në vitin 2022, mori çmimin si artikulli me më shumë influencë në 10 vitet e fundit të publikimeve. Po, artikulli original ishte publikuar gjatë periudhës së doktoraturës. Më pas, çfarë ju çoi në Skoci? Dhe aty që ndrua duke u bërë Glasgow si shtëpia juaj profesionale. Jetoni me bashkëshortin aty dhe keni dhe një fëmijë të vogël, apo jo? Po, një vajzë të vogël, Lili. Ta keni me jetë. Faleminderit. Në Skoci, pasi mbarova doktoraturën, aplikova për punë pas doktoraturës, postdoc, dhe doja të vazhdoja në të njëjtat linja si punët kërkimore që bëja gjatë doktoraturës, edhe një projekt që ishte pikërisht në Universitetin e Glasgow, ishte në të njëjtën temë të themi të doktoraturës dhe aplikova, fitova pozicionin dhe u transferova në Glasgow. Në fillim pozicioni ishte vetëm për 2 vjet, që më vonë u rinovua dhe 2 vjet të tjerë, dhe Glasgow më pëlqeu shumë dhe aplikova për pozicion permanent si pedagoge dhe tani jam 11 vjet në Glasgow. Wow, është do të thotë ti je një profesor i asociuar në një nga universitetet më të mira të Glasgow. Ç'do të thotë për ty? Është prestigjioze dhe sidomos Universiteti Glasgow çdo vit rritet në reputacion.
është prestigjioze, vërtet, dhe në një farë mënyrë është e ndjej edhe rezultati i gjithë punëve që kam bërë në këto vite. A ka student shqiptar, Ornela, në universitetin që ju jep një mësim? Nuk kam hasur, dhe unë këtu flas për shkencat kompjuterike, kuptohet, mund të ketë student shqiptar në fakultetet të tjera, por në kurset e mia nuk kam hasur studenta shqiptar. Ndërkohë, në çmimin që ju keni marrë, Science She Says, ju përfaqësuat Europën dhe nga të gjitha kontinentet u zgjodhen 5 shkencëtarët më të mira në botë. Si ju bën të ndiheni ky çmim prestigjioz për ju personalisht, por edhe për faktin që jeni një grua në shkencë? Atëherë, ky çmimi u dha nga Ministria e Punëve të Jashtme të Italisë dhe ishte për një femër me kontribut të jashtëzakonshëm në shkencë e teknologji dhe që kishte lidhje me Italinë. Dhe për mua personalisht, veç faktit që është njohur puna ime me këtë çmim, por është njohur edhe marrëdhënia ime me Italinë, sepse unë kam jetuar atje 9 vjet, kam mbaruar komplet studimet edhe në vitet pas i lash Italinë, kam vazhduar marrëdhëniet me Italinë, marrëdhëniet e punës, me universitetet apo me kompani të ndryshme, dhe në një farë mënyrë ky çmimi, të themi, vlerëson jo vetëm arritjet e mia, por edhe këtë lidhje që unë kam. Të merituara, duke qenë se keni kontribuar dhe investuar aty për të studiuar dhe për të dalë me këto rezultate të larta. Ndërkohë, të flasim pak për familjen tënde të vogël. Ku jeni njohur me bashkëshortin? Ai është francez apo jo? Po. Jeni njohur në shkollë? Jemi njohur në universitet, sepse dhe bashkëshorti im është software developer, është programues në të njëjtën deg në shkenca kompjuterike. Dy shkencëtarë, të themi se dy profile të njëjtit lloj në familje, diskutoni rreth punës, si e keni të organizuar jetën tuaj, kush kujdeset për bebin e vogël dhe sa të lodh kjo pjesë, pra profesore asociuar, jeta akademike, jeta familjare. Jemi të dy shumë të angazhuar me Lilin, dhe si e përmenda, Lili dhe bashkëshorti im janë në dhomën tjetër që na ndjekin në live. Dhe përsa i përket punës, sa jam kthyer nga leja e lindjes, isha leje lindje për 1 vit, dhe kam filluar punën për momentin part-time, 3 ditë në javë, dhe është dinamik e re dhe është, të themi, një sfidë e re që nuk kam pasur më përpara, që të balancoj punën dhe jetën familjare. Po të dy jemi në mënyrë të barabartë të angazhuar me Lili, që është goxha ndim për mua. Absolutisht. Ndërkohë, të ka marrë malli për Beratin? Sa vite ke pa ardhur në Berat? Edhe çfarë, le themi, kujton më me nostalgji nga qyteti i lindjes? Kuptohet, në Berat unë kam prindrit dhe jam kthyer shpesh. Shoqëria e shkollës mesme dhe sidomos tani pas gati 20 plus vite, kur takohemi, sapo jam takuar me një mik të mirë të shkollës mesme, është goxha nostalgji. Era e fundit që isha në Berat, do të thosha para 1 muaji. Pas ke qenë këtu? Po, sepse vizituam, erdhëm në Shqipëri për herë të parë me gjithë familjen. Dhe, po, është qytet për të vizituar dhe për t'ja prezantuar më së miri edhe bashkëshortit,
në lidhje me traditën, me kulturën, me ushqimin, çfarë preferoi më shumë, çfarë i pëlqeu më së shumti bashkëshortit francez nga Berati? Ne kemi vizituar Beratin edhe më parë, dhe nuk ishte era e parë me bashkëshortin, dhe ndërtimi i qyteti 1/1 dritareve, besoj befason çdo vizitor dhe çdo turist. Ndërkohë, në familjen tuaj të gjithë jeni të orientuar drejt shkencave dhe motrat tuaj, apo ju keni edhe 2 motra të tjera të cilat jetojnë jashtë edhe ato? Po, 2 motra që janë më të vogla se unë, njëra jeton në Londër dhe tjetra në Bruksel. Dhe punojnë në këtë fushë, janë edhe ato në këtë fushë? Jo, unë jam e vetmja në shkenca kompjuterike, 2 motrat e tjera kanë vazhduar statistik, po drejt shkencave, gjithsesi. Drejt shkencave, po. E mendoje që nga ajo vajza adoleshente në Berat, tashmë do t'jetë një profesore asociuar dhe me një titull kaq të rëndësishëm në mbar botën, duke përfaqësuar shkencëtaret femra më të mira? Jo, nuk e mendoja të themi në këtë nivel. Kur fillova universitetin, kisha dëshirë të vazhdoja karrierën akademike dhe të themi mënyra si i orientova studimet apo faktin që vazhdova doktoraturën, themi ishin me idenë për më vonë për të pasur një pozicion si pedagoge. Po nuk mendoja se mund do vija në Glasgow, po në momentin që erdha në Glasgow nuk mendoja se do qëndroja në Glasgow. E ke menduar ndonjëherë të rikthesh dhe të kontribosh në Shqipëri? Dhe çfarë të pengon gjithsesi, nëse nuk e ke në plan ndonjëherë? Në realitet, jeta ime, jo vetëm profesionale, po edhe personale tani është ndërtuar në Glasgow. Këtu i kemi vënë rrenjët. Po shpesh mendoj për të kthyer, do më pëlqente për shembull të jepja leksion apo module në universitetet e Tiranës. Ndoshta jo për kohë të plot, po për disa semestre apo periudhës së verës, diçka që do më pëlqente të punoja, po. Një vajzë apo një gruaj që ka dëshirë të vazhdoj dhe të investoj karrierën e vet në shkencat kompjuterike, çfarë këshille do t'i jepnit? Në qoftë se dikush ka këtë dëshirë, unë do thosha go for it, vazhdo. Ndonjëherë femrat edhe mund t'i shmangen. Duke menduar si profesion burrash më së shumti, por tashmë e shohim që janë më të përfshira edhe në këto shkenca. Po, absolutisht po. I inkurajoj vajzat, femrat, në qoftë se kanë dëshirë, që të vazhdojnë dhe kanë për të dalë me sukses në qoftë se e vendosin punën. Qartë. Unë ju uroj shumë suksese në jetën tuaj familjare dhe akademike në Glasgow dhe ishte kënaqësi që biseduam dhe ju njohëm nga afër. Shumë faleminderit për intervistën. Ditë të mbar, faleminderit shumë Ornela. Ka mbaruar koha, do të përshëndetemi me shikuesit tanë, duke ju uruar një ditë të bukur dhe sigurisht duke na pritur për nesër me të tjera këshilla, të tjerë personazhe dhe të tjera receta të shijshme nga Albana jon. Mirupafshim, faleminderit për vëmendjen.